Këto shënime të javës nuk mund të nisnin ndryshe përveç se fillimisht duke u ndalur tek vendimet e bordit të transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës ndaj regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimet në tregun e naftës, duke shmangur abuzimet me këtë impakt në dëm të konsumatorëve. Sipas dhënave të bursës mesdheut, në ditët e fundit pati një ulje të çmimeve në produkteve kryesore të naftës dhe në përputhje me këtë zhvillim, Bordi i Transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëjë, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet është se ky mekanizëm lidh drejt për drejt çmimet në Shqipëri me lëvizjet në tregjen ndërkombëtare dhe jo me vendime të njëanshme të operatorëve vendas. Dhe kjo do të thotë që në varësi nga lëvizja e çmimit në bursë, bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste, nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. E theksoj edhe një herë, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht, nuk ul çmimin e naftës duke vënë në rrezik vetë kapacitetet e furnizimit, por thjesht dhe vetëm mbikëqyr lëvizjen e çmimit dhe nuk ju lejon operatorëve që të luajnë pas kurrizit të konsumatorëve. Roli i tij është siguroj transparencë dhe nga ana tjetër të jetë gjithmonë në vëmendje për të mos lejuar edhe shkelje të vendimeve të tij, të cilat pastaj shoqërohen me masat menjëhershme deri në pezullimin e aktivitetit për operatorët që nuk respektojnë rregullat. Deri tani duket se gjithçka funksionon ashtu siç duhet, por do të bëjmë çmos që deri në përfundim të kësaj situate që nuk varet as pak nga ne, gjithçka të jetë transparente dhe asgjë e tepërt të mos cënojë konsumatorët. Këtë javë u zhvillua edicioni i dytë i Matchmaker Albania, një aktivitet që mbledh rreth 1200 pjesëmarrës, afro 500 investitorë ndërkombëtar nga më shumë se 40 shtete dhe krijon kështisoj një mundësi reale në një hapësirë konkrete ku idet, projektet dhe synimet për të krijuar sinergji në funksion të bashkëpunimit për të investuar në Shqipëri, marrin formë përmes qindra takimeve të drejt për drejta mes përfaqësuesve të sipërmarrjeve të ndryshme që pikërisht ky aktivitet ju mundson të njihen konkretisht me projektet e njëri tjetrit apo me projekte të cilat presin partneritete të reja, si nga sektori publik ashtu dhe nga i privat. Dhe ajo që u ndje qartë edhe në këtë edicion të dytë ishte rritja e interesit, rritja e mundësive reale të konkretizueshme në bazë të interesit reciprok që kthehet pastaj në angazhim
dhe prania e plot kompanive të njohura ndërkombëtare, që nuk janë në Shqipëri më thjesht për një prezencë simbolike apo të rastishme, por që janë në Shqipëri sepse Shqipëria shihet gjithnjë e më seriozisht si destinacion për investitorët. Kjo lidhet drejt për drejt edhe me çka unë theksova në fjalën time në hapjen e këtij edicioni 2 të Matchmaker Albania, se Shqipëria nuk është më në fazën ku prezantohet si një vend me potencial për të ardhmen, po është në një fazë të re ku e ardhmja është sot. Dhe ajo çka mund të thuhet me plot gojen është se tani më modeli që ne trashëguam kur erdhëm në qeveri, një ekonomie të bazuar në koston e ulët të krahut punës, i ka lënë vendin një modeli që krijon vlerështuar, që krijon cilësi dhe partneritete afatgjata të qëndrueshme. Modeli i dikurshëm që ishte modeli një vendi me 2-3 milion turist, ku për turist numëroheshim edhe ne shqiptarët sa herë hynim dhe dilnim, dhe me 300-400 milion euro investime të huaja në vit mesatarisht, i ka lënë vendin një tjetër modeli në një vend që ka 12 milion turist në vit, dhe ka kapërcyer shifrën e 1.5 miliard eurove investime të huaja në vit, duke u renditur qartësisht në klasifikimin e vendeve të këtij rajoni si vendi me transformimin më të madh dhe më të thellë të dekadës së fundit. Pikërisht me shënimin e parshëm lidhet shënimi tjetër për ekonominë, e cila vijon të rritet dhe ruan trendin e vet pozitiv. Shifrat e publikuara të rritjes ekonomike për tremujorin e fundit vitit 2025 japin një pasqyrë të qartë të ecurisë së qëndrueshme ekonomike të vendit dhe përcaktojnë qartësisht se edhe në tremujorin e katërt rritja shkoi në afro 4%. Një tregues që konfirmon vazhdimsinë e një ritmi të qëndrueshëm zhvillimi gjatë gjithë vitit shkuar dhe viteve të mëparshme. Dhe ajo që ka rëndësi të theksohet është se ekonomia vazhdon të diversifikohet dhe çka është e rëndësishme në këtë pikë është se Shqipëria nuk është më një ofertë ekonomike për të gjithë ata që duan të krijojnë sipërmarrje, që duan të rrisin ekonominë e tyre, që duan të investojnë duke ardhur nga jashtë, thjesht dhe vetëm në një apo dy drejtime, po në thuajse çdo drejtim. Vazhdon me këmbgulje lirimi i hapësirave publike dhe imponimi i një statusi të ri të hapësirës publike. Nuk është e lehtë, është lufta me një mentalitet të rrënjosur me sa duket ende më thellë se sa këto 30 e kusur vite, me sa duket i kombinuar dhe me mentalitetin e përpara kohës kur hapësirat publike ishin hapësirat e një shteti unik në një diktaturë të ashtu quajtur të proletariatit, ku proletarët i kishin të gjitha me fjalë dhe i kishin të gjitha bashk, por s'kishin absolutisht asgjë. Në ndërkohë që procesi, siç e kam thënë qysh në kryet herës mbasi kemi fituar mandatin e 4, nuk është një proces i përkohshëm, nuk është një aksion i një jave, një muaj, 2 muajsh, por është një angazhim i vazhdueshëm për të rivendosur rregullin në përdorimin e hapësirave të përbashkëta. Vetëm në Tiranë, ku janë identifikuar shumë problematika që lidhen me zaptime hapësirash publike, janë shliruar rreth 140.000 metra katror, që nuk janë pak, ndërsa në zona si për shembull zona këtu
në qendër janë ndërmarrë edhe ndërhyrje shumë të forta për të siguruar çlirimin e hapësirave publike. Ajo që ka rëndësi të thuhet është se në të njëjtën kohë po shtrihemi dhe në zonat e banuara rurale, po shtrihemi edhe në zonat që natyrisht dhe pikërisht pse janë zona me interes turistik, nuk mund të jenë pika ku hidhen inerte e ku ngrihen ngrehina të pakuptimta pa leje, dhe paralelisht po ecim me modelet e reja që do të zëvendësojnë ato të vjetrat në bazë të studimeve të bëra nga arkitekt dhe në bazë të punës bërë nga bashkitë, si edhe po përfundojmë rregulloren e përgjithshme mbi bazën e cilës pastaj të gjithë ata që funksionojnë në sipërmarrjen që lidhet me shfrytëzimin e hapësirës publike do të kenë të qartë se ku janë kufit e tyre. Dhe faktikisht parimi i thjesht do të jetë 70 me 30% të një hapësire ku 70% do të jetë gjithmonë i publikut, do të jetë gjithmonë i komunitetit, do të jetë gjithmonë i atyre që ecin në këmbë. Dhe në mbyllje të shënimeve, dua të nënvizoj se kemi hyrë tani më në një fazë të re komunikimi më drejt për drejt dhe natyrisht në të gjithë territorin ku do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat 4, për punët që do të nisin shpejti dhe natyrisht për të dëgjuar njerëzit, edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shembullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore. Në këto takime do të flasim për punët e Shqipërisë, do të flasim për çka po ndërtojmë, do të flasim për çka shohim si pengesa për të kapërcyer, do të flasim për gjithçka njerëzit do duan të ndajnë me ne apo duan të dëgjojnë nga ne, dhe patjetër do të ndajmë me njerëzit ato që janë sfida tërësisht të përbashkëta, ku natyrisht përgjegjësia kryesore i takon dhe s'ka se si tjetër qeverisë.